Shoqata e investitorëve të huaj në Shqipëri, në publikimin e saj Libri i Bardh 2025-2029, sjell një vlerësim kritik për klimën e biznesit në vend. Dokumenti vlerëson se klima e biznesit ka rënë në 45 nga 100 pikë, në rënje krahasuar me vitin 2024. Ky indeks vjen si rezultat i mungesës faktorëve cilësor të prodhimit. Bëhet fjalë për krijueshmëri, inovacion dhe standarde. Për ekspertin Enrico Ceko, informaliteti dhe evazioni fiskal po dëmtojnë konkurrencën. Vendos në kushtet pa barabarta ata që punojnë me të drejtë, ata që respektojnë ligjin, ata që paguajnë që të gjithë detyrimet tatimore. Një shqetësim tjetër sipas dokumentit të FIAS mbetet mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar e nxitur nga emigrimi. Në periudhën afatshkurtër, patjetër që duhet të hedhim sy te ardhja e punëtorëve të huaj. Për periudhën afatgjatë duhet fillojmë që sot me politika, duhen paktën 20 vjet që një fëmijë që lind sot të futen në tregun e punës mbas 20 vjetësh. Ndryshimet në legjislacionin tatimor sipas ekspertit janë një tjetër aspekt që rrit pasigurinë dhe kostot e investitorëve të huaj. Para 4-5 vjetësh bëhej fjalë edhe për 60-65 ndryshime ligjore në vit. Ndërsa tani bëhet fjalë për më pak, kjo është një shenjë qëndrueshmërie, por nëse unë dua të investoj dhe ligji ndryshon përtej parashikimit tim, atëherë unë e di dhe unë s'kam se të investoj. Ceko thekson se forcimi i lekut në vitet e fundit ka pasur ndikim tek sipërmarrjet veçanërisht në fushën e eksporteve. Nga ana tjetër, ai nënvizon se integrimi në Bashkimin Evropian do të jetë një faktor kyç për rritjen e konkurrueshmërisë dhe tërheqjen e investimeve të qëndrueshme në vitet në vijim.